Mirë, rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim maraton këtu në ekranin e televizionit Fox News për të ndalur në të gjitha zhvillimet, detajet dhe informacionet të cilat vijnë nga tereni apo qoftë edhe nga partitë përkatëse. Do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këto momente me Nikola Kedhi nga shtabi elektoral i Partisë Demokratike, pjesë e departamentit Brain Gain. Nikola, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Nikola, rezultatet e deritanishme si paraqiten? Dua të kuptoj pak më shumë klimën brenda Partisë Demokratike, dua të kuptoj klimën brenda shtabit elektoral, shtabit i cili është marrë me fushatën elektorale të Partisë Demokratike, pritshmëritë tuaja, çfarë nuk shkon? Po e nis nga pjesa e parë për të vajtur te çfarë nuk shkon. Në Partinë Demokratike ka një vendosmëri shumë të madhe për të garantuar deri në fund që çdo vot e shqiptarëve të numërohet. Duhet të kujtojmë që nuk ka mbaruar ende procesi i numërimit dhe në respekt të çdo numëruesi, të çdo komisioneri, të çdo vëzhguesi, ne do jemi aty për të që në krah të tyre, pavarësisht gjithë presionit të madh që ata kanë nga partia në pushtet. Kjo është primare, e tha dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha sot në deklaratën e tij për mediat, që kjo është gjëja primare në këtë moment, derisa të mbarojë gjithë procesi i numërimit. Ndaj Partia Demokratike është e gjitha në teren, në krah të numëruesve, në krah të vëzhguesve, në krah të komisionerëve, për të garantuar që votat e shqiptarëve të numërohen. Kështu që kjo është primarja. Çfarë nuk shkon është ka shumë gjëra që nuk shkojnë me këtë rezultat. Dje ka ndodhur një masakër e vërtet elektorale dhe provat kanë qenë shumë të qarta, mendoj unë, gjatë gjithë ditës me raportimet që kanë bërë mediat, shumë të qarta për çdo që do të shikoj dhe të dëgjoj, dhe këtë vërtetoi dhe konferenca sot e përfaqësuesve të OSBE Odirit. E qartë, pra problemi qëndron tek tereni, tek mënyra se si mbase mund të jetë tjetërsuar vota apo mund të jetë intimiduar qytetari, gjithmonë sipas asaj që ka theksuar Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Jo, problemi nuk është vetëm dita e djeshme. Problem kanë qenë të 3 ose 4 vitet që nga zgjedhjet e 2021-shit, Partia Demokratike ka qenë në një sulm të jashtëzakonshëm, ka qenë e rrethuar nga jo vetëm nga faktorët e brendshëm, por edhe nga faktorët e jashtëm, nga lobime të ndryshme, u përpoq që të azjestohet Partia Demokratike dhe opozita shqiptare për të cimentuar, për të instaluar një diktaturë të mirëfillt. Partia Demokratike gjithsesi qëndroi, ashtu siç po qëndron sot dhe po bën betejën e saj për të pasur zgjedhje të lira në këtë vend. Kjo duhet të jetë gjëja më bazike. Po ne ende po luftojmë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe ajo që ka ndodhur dje është në vazhdën e këtij sulmi të paprecedent në kontinentin evropian ndaj një partie politike, ndaj opozitës dhe ndaj instalimit me forcë siç instalohen autokracitë, edhe këto moderne si ajo shqiptare. Po, a nuk është studiuar pikërisht ky fenomen, Nikola? A nuk është studiuar ajo se çfarë ka ndodhur gjatë viteve të kaluara për t'i bërë ballë në këto zgjedhje parlamentare? Se kam përshtypjen kalkulimet tuaja në brendësi të Partisë Demokratike janë kryer të gjitha. Shtabi ka qenë, njerëzit kanë qenë. Atëherë? Ose nuk janë marrë masat e nevojshme? Ne kemi qenë në teren dje gjithë ditën. Ne kemi qenë në teren dje gjithë ditën për të kapur, i kemi kapur dhe në flagrant, madje. Në raste të ndryshme, ishte rastin me deputetin e Partisë Socialiste, Braçën, ishte rasti i Vorës, ka pasur raste të tjera. Ne kemi qenë në teren për t'i denoncuar, për t'i kapur të gjitha këto raste. Kemi parë se si në qendrat e votimit ishin patronazhistët me listat e votuesve dhe me tas me para që shpërndanin aty. Dhe gjitha këto janë denoncuar dhe do vazhdojnë të denoncohen dhe do t'u bëhet e qartë e gjithë kancelarive perëndimore se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në Shqipëri. Ashtu siç është demaskuar, është denoncuar
është diskredituar gjithë veprimtaria e kësaj qeverie dhe lobimeve ndërkombëtare në institucionet europiane, siç ka ndodhur dhe javët e fundit, ashtu do diskreditohet edhe këto zgjedhje paçavure që kanë ndodhur ditën e djeshme, kjo masakër e vërtet, dhe natyrisht është deri diku një lajm i mirë qëndrimi i Odirit me ato denoncime, edhe pse shumë i vakët në këndvështrimin tim, por edhe me këtë qëndrim të vakët të tyre nuk ka se si ata të njohin zgjedhjet e ditës së djeshme në Shqipëri, sepse e thon vetë që kanë qenë kushte të pabarabarta, është përdorur gjithë makineria shtetërore me gjithë qendresën e opozitës ditën e djeshme. Ndaj kjo është situata. Partia Demokratike ishte aty ditën e djeshme dhe do jetë aty edhe sot gjatë gjithë ditës dhe në vazhdim jo vetëm për të denoncuar këtë ndërkombëtarisht, por për të garantuar një herë që procesi i numërimit përfundojë. Kjo është primarja ditën e sotme. E qartë, pra deri në fund të procesit të numërimit edhe të votës së fundit, ashtu siç e kërkoi edhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, Partia Demokratike do të jetë aty për qytetarët, për mbështetësit e vet. Ne besojmë për shpejtëri e votës. Patjetër. Ndaj jemi të vendosur të garantojmë votën e shqiptarëve. Po ndërkohë, me njëherë pas këtij procesi, duke se ma letë nënkuptoj pak minuta më herët, Partia Demokratike është gati për të bërë denoncimet e saj tek faktori ndërkombëtar se rekon procesit zgjedhor? Pa diskutim. Partia Demokratike, unë e thash, ka qenë në terren gjithë ditën, ka kapur në flagrant raste si ato të dokumentuara nga mediat, janë të gjitha dokumentuara, të faktuara me pamje filmike, me imazhe, me prova se si grupe kriminale janë përfshirë, si kemi pasur të shkrirje të pjesës së votës së krimit dhe të shtetit administratës, gjitha në funksion të partisë shtet, dhe gjitha këto natyrisht do prezantohen në gjitha kancelarit perëndimore. E kuptoj. Ndërkohë, Nikola, për të bërë të qartë edhe updatimet e fundit edhe për publikun, janë numëruar 3053 kuti votimi nga 5225 të cilat janë në total. Partia Socialiste kryeson me 52.69% ose e përkthyer në vota 416.427 në rang vendi, e ndjekur nga Partia Demokratike me 34.1% ose ndryshe 268.753. Janë edhe partitë e tjera të cilat kanë një numër të konsiderueshëm të votave, teksa unë dua të kaloj pak tek projeksioni për votat dhe kutitë e numëruara deri në këto momente që ne flasim. Janë numëruar 3053 kuti, teksa mendimin e regjisë do doja që të më vendoste në dispozicion pak edhe grafikën që në qoftë se sipas këtij rezultati si do të ishin ulëset në Parlamentin e Shqipërisë. Regjia, të lutem. Mirë, do të kemi gati vetëm pas pak projekcioni, ndërkohë unë them shifrat që kam në këto momente, sipas updatimeve të fundit, mandatet totale për 3053 kuti të numëruara Nikola, nxjerrin Partinë Socialiste me një epërsi të madhe, e përkthyer në 83 mandate në total, e ndjekur nga Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore me 51 mandate, Partia Social Demokrate me 3 mandate, Lëvizja Bashk me 1 mandat, Lëvizja Nisma Shqipëria bëhet 1 mandat dhe Partia Mundësia me 1 mandat. Partia drejtuar nga zoti Shehaj. Ma jepni pak grafikën me ulëset në Parlamentin Shqiptar. Grafikën e fundit, regjia, të lutem. Po, sipas përllogaritjeve të mandateve, në këto momente kështu bëhet përllogaritja e ulëseve në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Nikola, kemi këtë rezultat deri në këto momente. Marr opinionin, marr
argumentin tënd, mënyrën se si ti e sheh, duke patur parasysh që pjesa më e madhe e Shqipërisë është e ngjyrosur në mavi dhe vetëm Shkodra dhe Kuksi mbeten blu. Kështu del edhe Lukashenko i Bielorusisë, Aleksandr Vučić në Serbi. Kim Jong-uni është një fazë më tutje, arrin tek 99%. Kështu që është i ngjashëm me këto rezultatet e homologëve të tij, të ngjashmëve të tij. Nuk e di nëse ka ndonjë qytetar shqiptar që i duket normale ky rezultat. Ka patur për hir të së vërtetës Nikola edhe një mospëlqim të pjesëmarrjes në këtë proces zgjedhor. 42.16% ka qenë pjesëmarrja në total në 11 maj. Qytetarët e cilët kanë dalë dhe kanë ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Prisnje më shumë, ose më saktë prisnit më shumë, si ka qenë parashikimi juaj për pjesëmarrjen fillimisht? Unë personalisht nuk kam pas ndonjë parashikim me thënë drejtën, po edhe kjo teza që ka dalë nëpër media që ka qenë pjesëmarrje ulët, mua nuk më rezulton, të jemi sinqert, sepse 46 ky 40% që ju thoni është me 3.7 milion votues. Nuk e di se ku janë këta 3.7 milion votues. Ose ne në Shqipëri 1.7 milion jemi në total. Ndaj me ata që jetojnë këtu, përqindja ka qenë e mirë. Problemi është që këtu administrata është në presion, pensionistët janë edhe ata në trysninë e varfërisë ekstreme në cilën i kalon kjo qeveri. Ne pam se si për pensionistët qeveria shpërndau 100 euro, ne pam se si 2 ditë para zgjedhjeve u falën gjobat në një periudhë 10 vjeçare. E pam se si makineria e shtetit lëvizi e gjitha për të trysnuar edhe më shumë ata pak persona që kanë ngelur këtu, që t'i detyrojnë të votojnë. Pam se si patronazhistët ishin jashtë qendrave të votimit me lista në dorë për të parë se kush voton kush jo dhe për të çuar gjithë njerëzit e tyre për të votuar, për të trysnuar njerëzit që ata nuk i konsideronin të tyre. Në këto kushte ne duhet të bëjmë dakord për një gjë. Jemi në një demokraci funksionale me problematikat vogla, po gjithsesi demokraci, apo jemi në një autokraci ku nuk votohet lirshëm. Nëse japim përgjigje kësaj pyetje, atëherë do marrin kuptim dhe këto shifra që ju thoni. Pak i pas ka dhënë vetes 83. Mund ta kapte edhe 84-ën. A ka patur Partia Demokratike së bashku me aleatët e vet një plan të ndërmarr masash për të mos lejuar që votat të tjetërsohet, për të mos lejuar që patronazhistët, siç thoni ju, të ndikojnë, të sjellin njerëzit apo të shpërndajnë zarfa e ku e di të tjera me radhë, se ka patur një sër problematikash. Partia Demokratike ka qenë në teren. Ka qenë në teren dhe ka frenuar shumë më shumë. Do ishte një rezultat ndoshta edhe më i llaftarshëm se ky. Partia Demokratike aty ka qenë. Është përpjekur në maksimumin e vet. Po ndërkohë që zoti Belind Kolliçi thriste policinë e shtetit, dje policia e shtetit nuk vinte. As pas 6 telefonatash, 7 telefonatash, ka ardhur pas 2 orësh policia e shtetit dhe SPAK-u. Ku ishin institucionet këto të drejtësisë gjoja të re, ndërkohë që opozita u bënte thirrje që të vinin? Publikisht, mediatikisht, me telefon, me gjitha mënyra. Opozita e vetme nuk mund ta bëjë këtë. Duhet ta bëjë opozita, duhet ta bëjë shoqëria civile, duhet ta bëjnë mediat. Ku janë mediat në Shqipëri, që janë të gjitha të kapura dhe që nuk raportojnë? Ku ishte debati televiziv në këtë fushatë elektorale? Ku ishin mediat përballë gjithë bullizmit të kryeministrit dhe të kësaj qeverie arrogante autoritare? Nuk kam dëgjuar asnjë media që ta bojkotoi kryeministrin, ndërkohë që kryeministri i fye. Se është shumë kollaj që t'i drejtosh gishtin opozitës, Partisë Demokratike. Po ku janë mediat që të shikojnë veten e tyre në pasqyrë? Ku është pseudo shoqëria civile sot?
Unë t'i jap shumë të drejtë për të së vërtetës. Do kuptojmë edhe këtë Unë jap shumë të drejtë për të së vërtetës, po mbase qëndron problemi edhe këtu, Nikola, që pushteti sot është në këtu ku është, në këtë formë, për shkak të gabimeve të opozitës. Pa i drejtuar dhe pa i vendosur përgjegjësi totale opozitës. Gabimet e opozitës janë tema e preferuar e banaqeve televizive, për të përdorur një fjalë të kryeministrit që mediat nuk thyen, kështu që po e përdor dhe unë. Janë tema e preferuar e banaqeve televizive në këto 4 vite, sidomos në këto 4 vite. I kemi diskutuar gabimet e opozitës çdo natë, çdo ditë, çdo mbasdite. Nuk u lodhen mediat me gabimet e opozitës? Shikojmë çik gabimet e mediave, të cilat marrin tender nga qeveria dhe mbyllin gojën? Hajde të diskutojmë mirë për mediat. Se si janë të kapura dhe se si janë të shitura dhe se si të gjitha i shërbejnë kryeministrit Rama. Dhe pastaj kthejmë edhe rikthejmë vëmendjen prapë edhe te gabimet e opozitës. Hajde të flasim çik për mediat, të flasim për shoqërinë civile, që është e gjitha e kapur dhe nuk thot asnjë llaf. Diskutojmë mirë për këto them unë, se i mendojmë më shumë prioritet dhe pastaj diskutojmë edhe për gabimet e opozitës. Nëse opozita, Partia Demokratike ishte e keqe, kishin ja 8 alternativa të tjera për të votuar. Po, pse nuk votuan qytetarët? Nuk shikoj që të ketë ndonjë bum në parti të tjera. Pse nuk e votuan qytetarët 8 alternativa të tjera, Nikola? Pse ndodh kjo? Në qoftë se unë si qytetar nuk kam preferencë Partinë Demokratike të Zem, apo qoftë Partinë Socialiste, pse mos shkoj të votoj? Këtë pyetje bëj dhe unë. Eksakt këtë pyetje bëj dhe unë. Nëse ne jemi një shoqëri e lirë, jemi të pakënaqur. Unë e shtroj këtë pyetje që qytetari shqiptar t'ia shtroj vetes së vet. Nëse Partia Demokratike është kaq e keqe, ishin ja 8 alternativa të tjera për të votuar. Nga një parti marksiste për të majtët fanatik të enverizmit, deri te Partia e Qendrës së Djathtë apo të Qendrës. Nëse jemi një shoqëri të lirë, pse qytetari shqiptar nuk vajti tek këto parti të tjera me që ne jemi të këqij? Qytetari shqiptar t'ia bëj këtë pyetje vetes. Nuk është detyra ime t'ia përgjigje kësaj pyetje. Jo, absolutisht. Është detyra e çdo qytetari i cili ka votuar ditën e Unë përfaqësoj Partinë Demokratike dhe di të them që Partia Demokratike ka pasur program, ka pas alternativë, ka pas një vizion të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, jo të 4 viteve, por për Shqipërinë e dekadave në vijim. Dhe kishim përballë tallava, tepsi, timon, kënet, e ku diun gjithë farlloj gjërash fantastiko-shkencore. Qytetari shqiptar i kishte alternativat mjaft të qarta. Kishte një alternativë serioze, kishte edhe talljen nga ana tjetër. Dhe përsëri qytetari shkon dhe zgjedh talljen. Ose ne jemi popull që nuk i ndrejshemi, ose nuk e di, Nikola. Se u bë shumë bujë edhe ajo deklarata, e zotit Kris Lasivit, për të cilën u shit si një kamerë e fshet, dhe zoti Lasivit tha që shqiptarët janë një popull i çuditshëm. Shqiptarët gjithmonë kërkojnë ndërhyrjen e të tjerëve ndërkombëtarëve për të sistemuar problematikat e tyre. Dhe kjo është mos e vërtetë, sepse ne gjithmonë ja kemi shtrirë dorën ndërkombëtarëve. Dhe ajo shitja si një kamerë e fshet nuk qëndronte absolutisht në asnjë lloj momenti, sepse Lasivi ta tha një të vërtetë dhe është një e vërtetë e hidhur për realitetin shqiptar. Për çfarë ishte përgatitur Partia Demokratike, Nikola? Se dua të ndalem pak tek puna në terren, me ajo me të cilën jeni përballur, gjithçka tjetër që ka përcjell këtë proces zgjedhor. Partia Demokratike ishte përgatitur që të bënte gjithçka mundej për votën e qytetarëve shqiptar. Dhe është munduar ta bëjë këtë në maksimumin e kapaciteteve të saj e vetme. Ka qenë Partia Demokratike dhe aleatët e saj të vetëm në terren në mbrojtje të votës së shqiptarëve. Pa asnjë institucion dhe pa asnjë faktor tjetër të shoqërisë shqiptare. Dhe Partia Demokratike do ta vazhdojë këtë betejë. Por kjo pa diskutim, do ta çojë në çdo kancelari të mundshme të këtij planeti. Kjo është pa asnjë dyshim, sepse faktet janë flagrante, i kanë ato pak media të lira, ato pak portale të lira që i kanë raportuar. Janë me zë, me figurë,
i pa se si patronazhistët largoheshin si një dije në ato pamjet filmike, tek ajo zyrë që u zbulua. Në qoftë se do të ishim në një realitet krejt tjetër, Nikola, Partia Demokratike ishte përgatitur për një fitore në këto zgjedhje? Po, pa diskutim. Për një fitore e cila u theksua një fitore e thellë. Një fitore, ne kemi bërë në një rast parashikime mandatesh, ne kemi thënë, ne po paraqisim këtë kontratë me shoqërinë shqiptare, me qytetarin shqiptar. Ky është vizioni ynë për Shqipërinë, jo të 4 viteve, po për të dekadave të ardhshme. Një Shqipëri e fortë, një Shqipëri e begatë, një mundësi për çdo qytetar shqiptar për të rikthyer dignitetin gjithë stresave të shoqërisë shqiptare, gjithë qytetarëve të shoqërisë shqiptare, për t'i bërë ata të pavarur nga politika. Që mos të ketë më asnjë grupim që ti ushtroj presion atyre, që të sillen ose të votojnë ose të vendosin si çdo politika ose si çdo një grupim i caktuar. Ne këtë u ofruam. Qytetar të lirë, dinjitoz, të pavarur, me mundësitë ekonomike, me mundësi për arsim, për shëndetësi e tjerë me radhë. Kjo ishte oferta jonë, ky është vizioni ynë dhe ne i qëndrojmë ky vizioni, se ne besojmë në këtë, një forcë konservatore. Po, në themel të gjithë kësaj është vota e lirë. Nuk ka shpëtim për Shqipërinë pa pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kur do të ketë Shqipëria zgjedhje të lira dhe të ndershme? Kur do të ketë Shqipëria zgjedhje të lira dhe të ndershme, Nikola? Unë nuk mund ta them. Apo mbetet në dorën e qytetarëve? Mbetet në dorën e shqiptarëve. Mbetet në dorën e shqiptarëve çdo gjë. Ju e thatë që ne shpesh i kemi syt nga jashtë, kjo gjë duhet të ndryshojë. Ne duhet të kemi syt nga vetja jonë njerë. Në qoftë se nuk bëjmë ne për veten tonë, nuk mund të presim të bëjnë të tjerët për ne. Nuk u intereson të tjerëve fare. Ne duhet ta kemi të qartë. Pas 1000 vitesh, jetojmë në këto troja, 2000 vitesh, duhet të kemi qartë një gjë. Nuk i intereson as italianëve, as gjermanëve, as amerikanëve, as anglezëve, gjithë i në punën e tyre. Vetëm shqiptarëve duhet u interesojë dhe u intereson për veten e tyre. Nëse kuptojmë këtë gjë, kjo është gjëja më bazike. Duhet të bëjmë ne për veten tonë një herë. Nëse ne bëjmë për veten tonë, atëherë mund të kërkojmë ndihmë nga të tjerët. Këtë duhet ta kuptojë çdo qytetar shqiptar. E kuptoj. Ndërkohë, thamë që nuk do t'i kemi syt nga të huajt, Nikola, por kjo nuk e përjashton faktin që ne nuk orientohemi nga të huaj, qoftë edhe në strukturat e brendshme të partive të ndryshme politike. Këtë herë, Partia Demokratike kishte zgjedhur Kris Lasivitan për të qenë pjesë e fushatës për të drejtuar fushatën elektorale të Partisë Demokratike. Nuk e di nëse ka patur komunikim në këto momente me zotin Lasivita për atë se çfarë ai mendon dhe për projeksionet që kishte kryer më herët. Kontakti me zotin Lasivita është jo vetëm i përditshëm, po është i vazhdueshëm gjatë gjithë ditës. Ai është një pjesë e rëndësishme e ekipit, është strateg, është këshilltar i çështjeve zgjedhore dhe ka parë realitetin në Shqipëri se si është. Një denoncim e pati dhe ditën e mbrëmjen e dieshme, me videon që shpërndau të episodit që ndodhi pas ditën e dieshme. Ai zoti Lasivita është tërkohës në kontakt me shtabin, me kryetarin e partisë, me gjithë. E kuptoj. Ka patur një problematik, Nikola, se rekon edhe votës diasporës. 246.000 të regjistruar në aplikacionin PER, ndërkohë që në Shqipëri mbërritën vetëm 196.000 vota. 20.000 vota, 50.000 vota. Ka pasur problematika me votën e diasporës. Urdhro? Po të ishte një problem. Ka pas shumë problematika, them, me votën e diasporës dhe vetëm një. Janë denoncuar dhe i kemi përcjell vazhdimisht. Çfarë ndodh në këtë rast me këtë votë? Duhet të presim mirë të mbarojë numërimi, që kemi një pasur të qartë se si është situata, por problematikat kanë qenë, ju e thatë dhe vetë, janë raportuar në media, janë denoncuar nga Partia Demokratike, jo vetëm në media, po dhe në institucionet përkatëse.
është një nga pjesët e këtij puzzle-i të madh me probleme që kanë pasur zgjedhjet në Shqipëri. Ndërkohë kam përpara Flagrante është vota e diasporës në Greqi. atë të cilën e keni theksuar si më alarmanten, për çfarë arsyesh, Nikola? Se duket sikur betejë fokusua vetëm te Greqia ditët e fundit. Pastaj në Greqi ishin problematikat më të mëdha që vinin. BKQZ-ja ka qenë në dieni. Kryekomisioneri Celibashi ka qenë në dieni të këtyre problematikave, që nuk shkonin zarfet në shtëpitë e njerëzve, ose shkonin njerëz të Partisë Socialiste që shpërndanin zarfet. Problematikat janë denoncuar dhe janë publike. Patjetër që këto vota që vinin nga Greqia do mënjanoheshin për të numëruar më vete, për të mos u përzier me votat e tjera që kishin ardhur. Ndërkohë Greqia, vota e Greqisë nuk ka filluar të numërohet, Nikola. Kjo sipas një vendimi të dieshëm do të numërohet në dienin time jo. Do numërohet veçmas. Do të numërohet veçmas për shkak të këtyre kontestimeve dhe denoncimeve të kryera nga Partia Demokratike, por edhe nga faktorë të tjerë. Unë në këto momente kam të paraqitur edhe grafikën e votës së diasporës, Nikola, për të kuptuar pak më shumë të dy së bashku, por edhe publiku i cili na ndjek në këto momente. Regjia, të lutem tek faqja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga 194.889 zarfa në total, janë numëruar vetëm 13.714 prej tyre. Partia Socialiste vijon të mbetet e para me 56.18%, ose ndryshe e përkthyer në vota 7.646, Partia Demokratike me 27.47%, ose ndryshe 3.738, dhe votat të tjera të cilat janë për partitë e tjera në garë. Nikola, kam përshtypjen jemi ende herët, sepse janë numëruar vetëm 13.700 zarfa nga 194.889 në total. Mendojnë që kjo do të jetë një vot që mbase mund të realizojë një kthes? Nuk mendoj asgjë, sepse do pres ashtu si të gjithë të tjerët rezultatet e votës së diasporës, e numërimit e gjithë procesit. Jo thash, prioriteti ynë në këtë moment është të jemi pranë të gjithë numëruesve në çdo qendër numërimi, në mënyrë që të garantohet mos prekja e votës të paktën në numërim dhe në këtë proces shumë delikat. E kuptoj. Nikola, duke qenë se jeni të angazhuar dhe patjetër duhet jeni pranë komisionerëve numëruesve tuaj, do doja që të merrja edhe thirrjen tënde të fundit për këtë hapësirë. Ajo mbase mesazhi që do t'ju çosh komisionerëve numëruesve, pjesë antarëve të shtabit elektoral, por pse jo edhe qytetarëve të cilët kanë votuar. Thirrja ime është kjo: për Partinë Demokratike vota e çdo shqiptari është e shenjtë. Vota qëndron, vota e lirë, natyrisht, është në themel të çdo sistemi demokratik, dhe për ne vota është e shenjtë. Garancia për votën e shqiptarit është e pa negociueshme. Ne jemi në krah të çdo numëruesi, të çdo komisioneri, të çdo vëzhguesi, të çdo kujt që është i angazhuar në këtë proces shumë delikat, dhe unë do doja që këtë garanci, këtë prani të Partisë Demokratike ta ndjenin të gjithë të numëruesit, të vazhdojmë procesin të qetë edhe pa presione. E kuptoj. Nikola, të falenderoj shumë që Ne të gjithë duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të respektojmë punën që po bëjnë numëruesët deri në momentin që do numërohet dhe vota e fundit e qytetarëve shqiptar. Absolutisht. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, të falenderoj shumë për kohën dhe të uroj punë të mbarë dhe suksese në vim, sepse di që do t'jenë edhe disa orë të tjera shumë intensive. Shumë faleminderit ju për bisedën edhe për gjithë mbulimin që keni bërë ditën e dieshme, që ka qenë një mbulim maraton. Është detyra jonë. Mirë, ne mbyllim komunikimin së bashku me Nikola Kedhin, teksa për gjatë minutave në vijim mund duhet të ndalem pak tek updateimet më të fundit të cilat vijnë nga
vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sa i takon rezultateve të deritanishme, kutive të votimit të numëruara deri në këto momente. Regjia të më mundësoj me grafikët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të kuptuar ritmin, për të kuptuar trendin, për të kuptuar në rang kombëtar, të lutem regjia. Dhe për të kuptuar mënyrën se si është duke vijuar procesi i numërimit të votave, kush prej partive ka përqindjen më të madhe dhe kush ka përqindjen më të vogël. Jemi në rang vendi, kjo edhe sipas grafikës shfaqur në këto momente në ekranin tuaj. Është Partia Socialiste, ajo e cila udhëheq me 52.62% ose ndryshe 425.682 vota. E ndjekur nga koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 34.8% ose ndryshe 275.680 vota. Për të vijuar më pas me partit e tjera garuese në këto zgjedhje, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 3.47% ose ndryshe 28.077 vota deri në këto momente. Partia Mundësia e Agron Shejajt me 2.8% ose ndryshe 22.664 vota. Partia Social-Demokrate me 3.76% ose ndryshe 30.378 vota. Lëvizja Bashk e Arlind Qorit 1.32%, 10.648 vota. Partia Koalicioni Euroatlantik me 1.19% ose ndryshe 9.598 vota në rang kombëtar. Dalem pak edhe tek projekcioni i deritanishëm në faqen zyrtare të Faksueb.al, të lutem regjia. Mirë, regjia, të lutem ma kalo grafikën me hartë. Faleminderit shumë. Sipas 3.122 kutive të numëruara deri në këto momente nga 5.225 në total, kështu paraqitet projekcioni për Shqipërinë e 4 viteve të ardhshme. Partia Socialiste me 83 mandate, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 51 mandate, Partia Social-Demokrate me 3 mandate, Lëvizja Bashk, Nisma Shqipëria Bëhet dhe Partia Mundësia me nga 1 mandat. Të lutem mi e pak edhe projekcionin e ulëseve në Parlamentin Shqiptar, gjithmonë sipas mandateve, për të kuptuar pak më shumë atë se çfarë do të shohim mbase gjatë sesionit të ri parlamentar, është pikërisht ky edhe projekcioni, ku shumica dërmuese është Partia Socialiste me 83 mandate. Ndërkohë, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore udhëheq vetëm Shkodrën dhe Kuksin.
Mirë, është ky projekcioni i realizuar deri në këtë moment duke padur parasysh kutitë e votimit të numëruara aktualisht. Janë 3.122 nga 5.225 kuti në total, në qoftë se do të vijojmë me po të njëjtin trend, do të jemi në rezultate po të ngjashme. Regjia, faleminderit për grafikat, ndërkohë ne bëhemi gati për të shkëputur në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish pas pak me të tjerë analiza.